Yeah, për këtë punë. Ka thënë ti. Atëherë, në lidhje me studion edhe provokimet, ngacmimet, gjëra që do të jashtë kontekstit, ti vazhdon të qëndrosh situatës në fjalë që je i pafajshëm? Sigurisht që mund kemë unë fajt e mia, edhe me ka një realisht, por ta kam thënë edhe te vila, se nuk do leja pjesë, ta kam thënë edhe përpara. Mund t'jenë edhe fajt e dive. Mund t'jenë edhe fajt kërkujna, thjesht e na të bëjmë këtë mënyrë. Mos e përsërit janë gjëra, po. Edhe dua të them që ti vazhdon të qëndrosh stoik gjithë atyre mendimeve të tua, domethënë nuk lejon që të depërtojë ndonjë informacion tjetër përveç asaj që ti mendon dhe do të qëndrosh deri në vdekje kështu mendimi tënd, se vetëm budallë do të ndryshojnë. Kupton, një budalla më fal, flas metaforikisht, nga që nuk e ka atë mundësi për të procesuar, projektuar, për thithur informacione kështu të thash, është e bën ashtu veprimin dhe kaq nuk ka mundësi më. Ti çfarë do na thuash? Po, nëse unë i bjen që jam të muajt në qendrim, sepse unë gjithmonë kam muajt parimet dhe qendrimet e mia, nëse po ti vjen më the mua te vila që flasin për parimet tani këtu? Nëse i bjen, nëse i vjen me nëse i vjen për me kanë budalla, po pra, jo për parimet, po si të gjë parime e gjë mendimi. Nëse i bjen për me kanë budalla me marr fjalën time që kam fol, atje do me kanë budalla. Ah, okay, ne. Ka s'kam marrësh, s'kam marrësh.